ndoshta për të bërë një analizë të asaj që ndodhi, por fillimisht një koment ose një përshkrim të gjithë rrugtimit të Shqipërisë dhe Kosovës deri në fazën play-off në këto eliminatore. Sigurisht që pritshmëritë normalisht, unë mendoj që të dyja kombëtarët kanë bë paraqitje të mirë. Kosova i ka kalu pritshmëritë sepse për vetë faktin që është një kombëtare e re, është një kombëtare që është në ndërtim e sipër, ka shumë pak kohë që ka gjetë balancat në skuadër me trajnerin Foda. Neve kena pas eksperiencat e bukura të Evropianit. Sigurisht që pritshmëritë kanë kënë për ne si kombëtare me bë hapin e rrallës, dhe hapi i rrallës sigurisht që ishte hapi i pjesëmarrjes në botënor. Kishim një grup relativisht të vështirë në thojza, por ja dolem me përfundu dytit në grup dhe lam mrapa një Serbi me histori në futbollin botënor. Por në fazën më të rëndësishme pra në play-off, aty nuk tregum karakteristikat tona, nuk ishim ajo skuadra që ne mendoshim që jena. Tregum që akoma kena mangësi, akoma kena nevojë me rregullu shumë gjana, akoma nuk jena për me mrit në nivele botnore, shumë flasin për rastet e humna edhe për golat e psum. Në futboll çdo gjë është e lindur me gabimet. Gabimet normalisht futbollistat që kanë nivel të lartë profesional dhe që losin në nivele elitare sigurisht që gabojnë shumë ma pak se ato që nuk kanë nivelin. Për me mrit nivele elitare, pra siç është pjesëmarrja në botnor, duhet kesh mentalitetin e duhur, duhet kesh cilësinë me finalizu, sigurisht që duhet kesh edhe përqëndrimin maksimal me ditë me u mbrojt mirë dhe me mbrojt portën tane. Pra neve gabum në fazën sulmuese, nuk kishim cilësi, ajo është kualitet, pra mos shënimi golave quhet mos pasin e mjaftueshme të kualitetet në fushë. Dhe psimi i golave për në dy situata normalisht krejt normale gjatë lojës, për humje vëmendje dhe mos përqendrim i duhun, edhe kjo